Akademin, nxënëse e shkollës së mesme të lartë të mjekësisë Dr. Gjeladin Deda në Mitrovicë. Projekti, siç e cektë edhe jo, është human, promovimi i vlerave humane në bashkëpunim me Kryqin e Koq. Ne jemi një grup për afërsisht 30 nxënës, të ndarë në grupe më të vogla, më saktësisht 5 grupe, dhe jemi duke realizuar projekte humanitare. Projekti i parë ka qenë më saktësisht për fëmijët me sindrom Down, ku e kemi rregulluar ambientin e tyre, ndërsa projekti i dytë dhe i tretë është fokusuar më shumë tek shoqata e të verbërve dhe shoqata e shurdhmëmezëve në Mitrovicë. Qa kemi bëna te këto projekte? Te këto projekte, tek shoqata e të verbërve, i kemi pajis me pajisje mjekësore dhe ja kemi ofruar një dhomë të ndihmës së parë, ndërsa tek shoqata e shurdhmëmezëve, ku tani jemi këtu, e kemi rregulluar ambientin, kemi rregulluar më saktësisht të themi tualetin, muret, vendin dhe kuzhinën. Arsyeja pse na e kena bë këtë punë është që e kena pasur që kanë qenë në një gjendje të tmerrshme, edhe nuk kanë pasur përkraja as prej komunës. Andaj ne si nxënës, duke u bazuar se jemi në shkollën e mjekësisë dhe profesioni jonë është mjaft humanitar, kemi vendosur që me ju ndihmu. Po ashtu, me këto projekte nuk kena me u ndalë, na kena me vazhdu edhe me realizu edhe projekte të tjera humanitare, me nxënësit e shkollës tonë, të cilët janë vullnetarë dhe të gatshëm çdo herë të kontribojnë sado që mundem për humanitet. Si shihen edhe muret rreth kemi nxyru se u doke shumë monotoni vetëm muret bardha pa ndonjë lloj atraksioni. Gjithashtu i kena ndrejqa figurat e tyre, i kena vendosur në këtë murin që e kena nxyrus, edhe kena nxyrus këtë murin tjetër, kena vendosur figurat të ndryshme në të. Gjithashtu e kena punu edhe këtë pemën këtu, edhe kena bo shumë punë që me nëj që kanë me konë të kënaqur me të. Presoj që punë që e kena bo për shoqatën e shurdhmëmezëve ka me qenë një rifreskim për ta dhe mos ndihen këta si të lënë pas dure dhe ndryshimin e kësaj monotonisë që kanë po deri më tash. Pra, për me realizu këto projekte edhe projekte të tjera, na kena pas nevojë me marrë një donacion prej bizneseve më të mëdha, edhe një ditë kemi vendosur një grup nxënësave me dalë në teren, ku shuma më e madhe që kena mbledh, pra ka qenë prej disa argjentarive. Po ashtu, kena kërku edhe në për disa familjar, ku e kena pa të arsyeshme na me kërku një shumë parove, sidomos që ka qenë qëllimi domethënë për humanitet, ku këtu kisha dashur me falenderu firmën Bejkomerc, call centerin i cili gjendet pra në Mitrovicë KL Group, po ashtu mobileria Veli, e cila na ka ndihmu pra dhe na ka siguru kuzhinën falas, e që pra besoj që këta kishin mundi edhe ma mirë me këtë ambient që na ja kena ofru, po ashtu edhe prindin e një pjesëtare të më thane cila është në grupin tonë, i cili ka shpreh dëshirën në mënyrë vullnetare me rregullu domethënë ambientin, sidomos pjesë ku ka pas shumë nevojë, ku domethënë i kena rregullu mjaft mirë edhe ja kena arrit qëllimin e tyre. Bashkëpunimi është çelësi i suksesit, andaj unë mendoj se ne kemi arritur të bëjmë një punë të mirë pasi që kemi qenë shumë bashkëpunues dhe kemi pas shumë mirë kuptim mes vete. Kemi qenë një grup i cili çdo herë kemi përkrahur njëri tjetrin dhe kemi shpreh ideja të ndryshme për me realizu këto punë të mira që jemi duke i bërë. Na kena arrit me siguru disa aktivitete për me mbajtur ata aktiv. Disa për aktiviteteve është loja shohut, është argjila, sepse këta punojnë me argjil, edhe janë letrat. Gjithashtu, si një mesazh i cili është shumë i rëndësishëm për të thënë, është se humaniteti është shumë i rëndësishëm në shoqërinë tonë dhe është në mungesë, prandaj ne duhet të bëjmë çdo sen që të ndihmojmë ata të cilët kanë nevojë edhe për ndihmën tonë në mënyrë financiare apo çfarëdo që të jetë, edhe si rezultat nuk duhet të presim asgjë në këmbim.